Ariono Libali, përshëndetje. Përshëndetje, shumë faleminderit për ftesën. Pak ditë më parë në ceremoninë e Shkodra Sport, morë vlerësimin si një prej talentëve më të mirë të vitit 2025, pikërisht për sukseset që keni pasur në sportin e atletikës. Është bukur kur merr një vlerësim? Është një njësi shumë e veçantë. Gjithashtu shumë faleminderit edhe për vlerësimin nga Shkodra Sport. Unë jam një falënderues shumë i madh i trajnerëve të atletikës, Bruno Rotani, Albert Marashi, Dejan Tafa dhe trajneri tim personal, Jetmir Jahaj për kushtimin që bëjmë për atlet. Dhe gjithashtu shpresoj që të kemi rezultate edhe më të mira në të ardhmen. Unë gjitët në skinën e teatrit Mexheni për të marrë vlerësimin. Emocione? Patjetër, emocionet ishin të shumta, por gjithashtu edhe u mundova ta mbaja pak veten sepse gjithashtu kam qenë në intervistë të tjera dhe shtyja është bërë një gjatë që e kam përjetuar shumë herë. Besoj që janë gëzuar edhe familjarët tuaj, të cilët kanë qenë pranishëm në teatrin Mexheni. Normal, familjarët ishin të parë që u gëzuan shumë, pasi morën lajmin që i thash që isha pjesë e më të mirëve të vitit, dhe ato më përgëzuan shumë. Çfarë do të thotë të marrësh një vlerësim të tillë, talenti i vitit? Është një nxitje për vazhdimsinë? Normal, ky vlerësim do të jetë një shtysë më e madhe, që në të ardhmen të kemi rezultate më të mira dhe duke thyer rekorde edhe të qindësh të shpresoj. Vlerësimi është bërë për vitin 2025. Ju jeni i kënaqur për arritjet që keni pasur gjatë këtij viti apo ndoshta keni pretenduar diçka më tepër? Kam pretenduar edhe diçka më shumë, por prapë jam shumë i kënaqur. Cili ka qenë momenti më i veçantë i sukseseve tuaja në vitin e kaluar? Në vitin e kaluar, momenti më i veçantë ka qenë te Kuizeta, ku thyiva rekordin e U15-s në garën 200 metër me rezultatin 23-28. Dhe e nis karrierën si rekordmen. Po. Është emocion i veçantë të marrësh një status të tillë? Normalisht është një emocion shumë i veçantë dhe shpresoj që në të ardhmen me thyer rekorde të rritërit. Cili ka qenë momenti më i lumtur i garave? Ky rekord apo ndoshta ka pasur momente të tjera të mëparshme që Arioni është ndjerë mirë? Momenti më i lumtur i karrierës time deri tash ka qenë që në garat në Tiranë ku arrita të thyej 12 sekonda në garën 100 metër, gjithashtu edhe në Elbasan tek U18-a, në Shkodër tek U18-a që arriva të thyej 24 sekonda në garën 200 metër. Ju jeni në një sprinter, pra edhe përmendet edhe 100 metërshin edhe 200 metërshin. A është e vështirë? Ka dhe gara më të vështira, por çdo event ka vështirësinë e vet. Cilat janë synimet për 2026-ën? Synimet e mia në 2026 janë edhe më të mëdha se në vitin 2025. Shpresoj që të kap normën për garat olimpike të rive që mbahen në Afrikë, në Senegal, e cila norma është 22:10. Ka pasione të tjera Arioni përveç shkollës ku jeni dhe sportit? Gjithashtu jam marrë dhe me sportin e basketbollit, ku kam qenë për 4 vite me radhë. Edhe atë sport gjithashtu e kam shumë për zemër, por atletika dhe shkolla janë gjërat kryesore që unë kam pasion. Tha që keni filluar sportin me basketbollin, tashmë jeni tek atletika. Ndjeni më mirë tek atletika? Normalisht që edhe basketbolli ka patur emocionet e veta dhe kënaqësinë e vet, por tek atletika ndihem më i gëzuar. Për faktin që quhet mbretëresha e sportit? Për faktin që quhet mbretëresha e sportit dhe për faktin që kam arritur rezultate edhe më të mira. Cila është pika më e fortë e Arionit? Pika më e fortë e imja është që unë nuk dorëzohem kurrë, edhe nëse të paktën jam në pikën më të ulët, unë arritem që të ngrihem edhe një herë lart dhe të vazhdoj karrierën time. Dhe pika më e dobët, të cilën ju avën në dukje ndoshta trajnerët apo familjarët apo profesorët që duhet të përmirësohet Arioni? Një pikë e dobët e imja është që të jem më korrekt me pjesën e orareve, mbase edhe me ushqyerjen. Ju keni besoj synime për vazhdimsinë? Normalisht synimet e mia janë shumë të mëdha për të ardhmen dhe shpresoj që të thyen më shumë rekord dhe të kemi më shumë fitore ndërkombëtare dhe kombëtare. Përmend trajnerët me të cilët punoni në servitin dhe në veçanti trajneri Jetmir Jahaj.
Cila është këshilla më e madhe që ajo e përsërit gjithmonë? Këshilla më e madhe që trajneri im në përsëri gjithmonë është që të jemi korrekt me veten rrallë parë, që të ushqehemi shëndetshëm dhe të mbajmë trupin sa më pastër dhe të shëndetshëm nga pijet me gaz dhe nga ushqimet e ndëmshme për trupin tonë. Jeni pjesë e ekipit të Vllaznis, një ekip që dominon për gati 30 vitesh në atletikën shqiptare. Çfarë do thotë të stërvitesh me trajner kampion dhe me koleg sportist kampion? Është një kënaqësi shumë e madhe që të stërvitem me disa kolegë, me disa sportistë aq të mëdhenj dhe aq të mirë siç janë Franco Burraj, Landër Çardaku dhe shumë të tjerë, gjithashtu edhe nga trajner kampion, siç i thashë edhe më parë, ka të trajner të atletikës, pra është një kënaqësi shumë e madhe. Historia e atletikës në Shkodër është shumë e pasur, me emra kampionësh dhe rekordmenësh. Beson një ditë Arion Alibali që do të jetë në librin e artë të rekordeve të kampionëve të mëdhenj të Shqipërisë? Shpresoj që do të jem dhe besoj se do të arrijë në të ardhmen. Kush gëzohet më shumë në familjen e Alibali kur Arioni arrin një sukses? Normalisht më shumë gëzohen prindërit, por më shumë mami. Dhe kush është kritiku më i madh i Arionit në familje? Nuk ka se kam shumë kritika nga familja për anën e sportit, por edhe ato gjithmonë më thonë që të jem më korrekt. Arion, a është e vështirë për një djalë të ri të merret me sport sot? Ka vështirësitë e veta, por në qoftë se e bën me pasion, asgjë nuk është e vështirë. Shumë prej moshatarëve tuaj ndoshta kanë zgjidhur mënyra të tjera për të kaluar ditën. Ndërkohë që ju ndoshta dikush ju thotë që humbisni kohë duke marrë me sportin. Sporti në fakt nuk është një humbje kohe, është një art në vete, i cili arrin të bëjë trupit të ushqehet më shëndetshëm, të shtysh kohën e lirë mos të merresh me gjërat të këqija gjatë rrugës, dhe unë i bëj thirrje gjithë të rive që të merren me sport. Një sportist është një njeri më i fortë në të gjitha drejtimet? Po normalisht një sportist është me karakter më i fortë, gjithashtu edhe me shëndet më të pastër se të tjerët. Keni një ill që kërkoni ti ngjasoni? Illi që unë kërkoj që ti ngjasoj është Franco Burraj, një nga sportistët e Vllaznisë, që ai ka arritur të thyejë rekordin në 200 metër, 400 metër, edhe të arritet të shpallet kampion Europe. E shihni veten gjatë në sport, në atletik? Besoj se do të arrijë gjatë në këtë sport dhe shpresoj që të arrijë. Çfarë ka të veçantë Arion Alibali si djalë i ri sot? Ndjesh më i vlerësuar edhe në ambientin shoqëror, në ambientin e shkollës si një kampion, një rekordmen? Që kur kam nisur sportin e atletikës, normalisht jam ndjer më i vlerësuar për titujt që kam marrë dhe për rekordet që kam thyer, edhe kjo është një gëzim shumë i madh. Arion, të falenderoj dhe të uroj që viti 2026 të jetë edhe më i suksesshëm për ju. Shumë faleminderit nga ju për ftesën.